asistencë qoftë edhe financiare. Çdo familje e cila përballet me këtë lloj problemi, pra ku një familjar i tyre arrestohet në Serbi, ata materialisht thuaja që shkatrohen. Edhe këta janë qytetarët Kosovës, nuk po e shoh asnjë arsye që qytetarët, familjet të cilat i kanë djemt e vajzat arrestuar në Serbi mos me u pagu prej që ati fondit njëjtë, se edhe shumat janë shumë të vogla këtu në Serbi se ato që paguhen në Hagë. Janë qytetarë tanë edhe ne duhet më kujdes për secilin qytetar të Kosovës. Prandaj me shumë pak punë ne mundem kuadër të atij ligjit dhe në kuadër të atij buxhetit ne me ndalë një buxhet edhe për të arrestuarit këtu në Serbi, edhe besoj që shumë ja u lehtësojnë familjeve të tyre. Une komar këtu dhe sa herë komar në Serbi i pa pagesë, po kështu individualisht nuk po mundëm na me qenë efikas, edhe thjesht edhe une jam i limituar në veprime. Prandaj besoj që qytetarët e Kosovës duhen me e pa që shteti rrin mas tyre. Sidomos qytetarët që ndalohen arbitrarisht këtu nga autoritetet serbe. Mirë, se ka pasur